Liridon Latifi dhe Fabrice Tamba, dy autorët e golave në fitoren 2-1 të Shkëndijës përballë Rabotničkit, që matematikisht na siguron titullin e 5 në histori. Liridon, ke shënuar në karrierë, ke luajtur jashtë, ke luajtur edhe në fazën e grupeve, por si është ndjenja vërtet sot një e veçantë dita kur shënove në këtë ndeshje kur siguruam edhe titullin? Vërtet e veçantë për shkakun se ka qenë një vit shumë me vujtje dhe ka qenë një kampionat shumë i vështirë për neve, që në fund arritëm që ta konkretizojmë me kampion. Kom fitu, kjo është viti jam i 5 që shpall në kampion, dhe ndoshta është prej viteve më të emocionueshme për mu, edhe më të vështira me thonë drejtën, sepse kom pas një periudhë që nuk kom ujtë me jap shumë për ekipin në fillimin kur kom ardhë, sepse ashtu kanë qenë rrethonat dhe pastaj dal nga dalë kom marrë veten, edhe jem shumë i kënaqur që në fund kampionatit i kom ndihmu skuadrës shumë edhe kom bë gola të rëndësishëm. Tamba. Yeah, first of all, I think no words can describe the joy I'm feeling right now, because these last days it was so stressful, you know, and today we achieve it, and of course I'm so happy because it's my first trophy in my career. So I think I don't have words to explain what I'm feeling right now, and I'm so happy that I'm here now. Great team, great performance, and as I told you see our last 2 games we were about to be champions, but we didn't achieve it, but today we did it. So I think most important today, we are champions. Latifi e the që nuk e mundur në fillim të jepje skuadrës atë që pritej, është ndjer ajo dhe në fakt të gjithët e kanë patur durim me ty. Ashtu si po ktheheshe në formë, je i kënaqur që përveç ti i dhe shumë Shkëndijës, të dha edhe Shkëndija sepse po ngjan në atë Latifin që të gjithë e donim edhe kur nuk ishe pjesë e Shkëndijës. Normalisht, nëse nuk kish punu stafi me mu në mënyrë intenzive, edhe nëse nuk kisha konune 100% i fokusum të rikthimit të forca jam, normalisht që nuk ishte kone mundur, por që gjithë më kanë ndihmu duke i falenderu prej stafit, prej bashkëlojtarëve, cilët kanë pas dorën mu, kanë prit për mu dhe shpresoj që në fund ja kom shpërbly. Edhe ja uroj gjithëve kampionin, gjithë tifozërisë tetovare edhe ballistave, cilët janë të mrekullueshëm. Thua titulli i parë për Tambën në karrierën e tij, por duke parë që je këtu te Shkëndija, je shumë i ri dhe urojmë edhe me ne edhe me skuadra tjera ku do vazhdosh karrierën të arrish shumë, do të thotë që do mbetet përfundimisht Shkëndija në zemrën tënde diçka e veçantë. Of course, because you never forget the first one. Your first time you never forget. For sure, I will never forget this moment. Of course, I will never forget Shkëndija, because you never know. Maybe I will win more trophy, maybe not. Maybe it's my first and my last. But of course, I'm optimist. I think I will win more. And I hope it will be with this club. But yeah, of course, as I told you, no words can describe the joy I'm feeling today. Me çka e kishe përshkruar Latifin? Of course, you can even this too. I'm so happy. I'm sharing pitch with Latifi, Bersat, great players. They played in good teams. They achieve great things, and today I'm champion with them. Of course, I'm proud, and I'm young. They are older than me, so today to be champion with them, it's such a privilege, you know. So even our net champion, I was happy these last days. I was happy till I'm here because I'm sharing the pitch with them. They are older than me. They were helping me, like giving me some advice. So today, only thing I can say is thank you to them. Thank you to all of you. Thank you to all of the city, all Shkëndija. Of course, as I told you, no words can describe enough what we're feeling right now. I ri në moshë, por i gjen fjalët, të pëlqen? Mangup është mangup. Të pëlqen kështu si flet edhe në fushë? Normalisht është shumë lojtar i mirë, shumë eksploziv, edhe shpresoj që të na ndihmoj edhe vitet e tjera Shkëndin. Mund të thrasim publikun që me 18 maj të bëjmë një fest të madhe, qoftë tu apo qoftë në qendër qytet? Of course. We have to celebrate. Normal. Duhet i thrasim të gjithë që të jenë me neve aty ta festojmë, ta bëjmë një fest të madhe, edhe shpresoj që të jenë të kënaqur gjithë. Pastaj grupet kismet. Po, inshallah.